Përse është kaq e vështirë të dobësohesh, të humbësh shpesh kur ti jeton në një kohë i bombarduar nga informacioni mbi dietat e shëndetshme. Të gjithë e dim deri diku çfarë duhet të ham, çfarë duhet të eliminojmë. Të gjithë e dim që duhet jemi fizikisht aktiv, absolutisht, në palestër, në përditshmëri, por kur bëhet fjalë për të parë disa rezultate konkrete tek numrat që shikojmë tek peshorja, tek numrat e rrobave që ne blem, të gjithë pothuajse dështojnë. Pse? Në fakt nuk është dështim, duhet ta korrigjoj. Kjo është një gjë natyrale, është një gjë natyrale të qenit njerëzit, të qenit human. Të gjithë jemi njësoj në këtë mes, sepse të gjithë kemi evoluar, të gjithë jemi përshtatur me një tru dhe me një trup në 10 mijëra vite për të mbijetuar kushteve ku mungon ushqimi. Kushteve ku ty të duhet gjithashtu të harxhosh energji, sepse ndoshta do duhet të ecësh 10, 20, 30 kilometra për të siguruar ushqimin. Ku preferencat për ushqimet me yndyrë, me sheqer, me krip, ty diku të shpëtoni, kur ato kilogramet e tepër që ti shtoje, gjithashtu ishin një rezervë energjie. Por sot jeton me këto preferenca, me këto mekanizma në një kohë që është totalisht e kundërta, në një kohë që ka tepric ushqimi, që ti mund të kesh ushqim në çdo kohë që ti kërkon, pa harxuar fare energji, sepse makinën e ke poshtë, dyqanin e ke poshtë, madje mund të bësh një telefonat dhe ushqimi të vjen te dera. Jeton me këto mekanizma, me këtë trashëgimi biologjike që ty sot të shtyndret obezitetit.